Gjykata e apelit ka kërkuar kohë deri të hënën e ardhshme për të vendosur nëse të pranojë ose jo ekstradimin e Almir Rapos, ish punojësit të Ministrisë së Jashtme që akuzohet për vepra të rënda penale. Seanca e së premtes ka vjuar me një sër përplasjesh ligjore mes prokurorit të çështjes Altin Dumani dhe avokatit mbrojtës të Rapos Ardian Visha. Në deklarimet e tij, avokati Visha ka kërkuar garanci nga amerikanët që në rast të ekstradimit të klientit që mbron, ky i fundit të mos dënohet me vdekje për vrasje. Gjithashtu mbrojtësi ka kërkuar gjykuesve të apelit që të prishin vendimin e shkallës së parë të dhënë nga gjyqtari Artur Gaxhi, duke cilësuar punën e tij si të paragjykuar dhe të keqgjykuar. Visha tha se Gaxhi ka pasur konflikte interesi, pasi një gjyqtar që jep masën e sigurisë për një të pandehur s'mund të gjykojë një çështje tjetër të tij. Ndërkohë që arrestimi i Rapos ka qenë tërësisht absolut sipas tij, pasi duke qenë në shtetas amerikan, ai s'mund të arrestohej nga polici shqiptar. Ndërsa prokurori Dumani ka kundërshtuar deklaratën e avokatit mbrojtës, duke cituar marrëveshje ekstradimi dhe traktate me SBA-t. Ditën e parë të javës së vjen do të vendoset dhe fati i ekstradimit të Almir Rapos, i cili akuzohet për trafik ndërkombëtar droge, rëmbim personi, vjedhje me dhunë dhe vrasje.